Gjykata e lartë e Malit të Zi ka rrëzuar përfundimisht ankesat e shtetasve shqiptar Luana Asanaj, Lulzim Asanaj dhe Nura Asanaj, duke konfirmuar vendimin e mëparshëm të gjykatës së apelit që i dënon ata me nga 40 vite burg secili për vrasjen e rënë të efektivit të policisë malazeze, Milutin Leković. Ngjarja tronditse ndodhi më 15 dhjetor 2019 në Ercegnovi, ku sipas autoriteteve malazeze, 3 pjesëtarë të familjes Asanaj, 2 vëllezër dhe nëna e tyre vepruan si bashkëautor në ekzekutimin e efektivit Leković gjatë kryerjes së detyrës së tij zyrtare. Gjykata e lartë në Podgoricë konfirmoi vendimin përfundimtar, duke cilësuar procesin të drejtë dhe pa shkelje të procedurës. Vendimi është marrë në zbatim të drejtës materiale dhe pa cënime që do të ndikonin në lishmërinë dhe drejtësinë e tij, ka deklaruar shërbimi për marrëdhënie me publikun i kësaj gjykate. Fillimisht, 3 të akuzuarit ishin shpallur fajtor për vrasje të rëndë, sulm ndaj një zyrtari gjatë detyrës dhe mbajtje të paligjshme të armëve dhe lëndëve plasëse. Por në dhjetor të vitit 2024, gjykata e apelit pranoi pjesërisht ankesat e 2 prej të pandeurve, duke i liruar ata nga akuza për sulm ndaj personit zyrtar, por duke lënë në fuqi vendimin për vrasjen. Dënimi përfundimtar për secilin është 40 vite burg, duke përfshirë dhe kohën e kaluar në paraburgim që prej datës së arrestimit 15 dhjetor 2019.